Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka takuar për herë të tretë sot kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjikun. Edhe sot pas diskutimit brenda hapësirave të Kuvendit të Kosovës u tha se nuk ka akoma zgjidhje. Në një deklarim të shkurt para mediave, Kurti tha se takimi shkoi në atmosferë konstruktive, mirë po nuk ka zhvillime të reja. Gjersa burimet të gazetës Express bojnë me dije se shefi i ekzekutivit takoi dje presidentën Vjosa Osmani. Aty Osmani shpreh gatishmërinë edhe për një mandat si shefe e shtetit, por ende nuk dihet nëse do të asigurojnë mbështetjen e nevojshme nga deputetët e parlamentit. Gjersa Erbrien Agavsi nga Lëvizja Vetëvendosje sot deklaroi se nënshkrimet për kandidatin për president do të mblidhen në momentin kur mazhoranca të jetë e gatshme të procedojë tutje, duke theksuar se aktualisht prioritet mbetet sigurimi i 80 votave në kuvend dhe shmangja e zgjedhjeve të reja. Grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka mbajtur një mbledhje pas takimit mes Kurtit dhe Abdigjikut. Pas konsultimit mes deputetëve të pranishëm të LDK-s, para mediave u deklarua Besian Mustafa nga ky subjekt politik. Mendimi i përbashkët është që zgjedhjet janë të evitueshme, të shmangshme, të panevojshme në këtë fazë të Republikës sonë. Partia në pushtet ka 66 ulëse në kuvend, pa ta nuk bëhet kjo punë, prandaj ata nuk kanë, deri më tani nuk ka asnjë propozim për asnjë emër. Oda ekonomike e Kosovës ka shprehur shqetësimin lidhur me situatën aktuale politike në vend dhe mundësinë e organizimit të zgjedhjeve të reja, duke theksuar se ekonomia e vendit ka nevojë për stabilitet dhe institucione funksionale. Në një thirrje publike drejtuar partive politike parlamentare në Republikën e Kosovës, Oda vlerëson se në këtë fazë të ndjeshme të zhvillimit ekonomik, vendi ka nevojë për vendimarrje të qëndrueshme dhe bashkëpunim institucional, e jo për procese të reja zgjedhore që mund të thellojnë pasigurinë ekonomike dhe institucionale. Në komunikat, Oda ka listuar pikat kyçe ku bën thirrje subjekteve politike që të gjejnë gjuhë të përbashkët dhe të shmangin dërgimin e vendit në zgjedhje, duke nënvizuar se stabiliteti politik është parakusht për stabilitetin ekonomik. Në kontekstin e zhvillimeve gjeopolitike dhe rreziqeve të mundshme për rritje të çmimeve apo çrregullime në zinxhirin e furnizimit, kërkohet që qeveria dhe kuvendit të jenë të përgatitur me një paketë të qartë mbështetëse për bizneset dhe konsumatorët. Me rastin e shënimit të epopejës së UÇK-s, Forca e Sigurisë së Kosovës do të arrestojë kuadratet e saj në një ceremoni zyrtare që do të mbahet të njëjtën më 5 mars në ora 12 në kazermën Adem Jashari në Prishtinë. Sipas njoftimit, manifestimi do të jetë i hapur për të gjithë qytetarët, ndërsa të pranishëm do të jenë edhe krerët më të lartë shtetëror, si dhe mysafir të ftuar. E nga media të shkërkuar që t'jenë në vendin e aktivitetit jo më vonë se në ora 11:45. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka njoftuar se autoritetet në Katar do të mbulojnë shpenzimet e akomodimit në hotel për turistët që kanë mbetur të bllokuar në vend, si pasojë e rrethanave aktuale dhe kufizimeve të përkohshme të udhëtimit. Sipas njoftimit, vendimi ka hyrë në fuqi më 28 shkurt dhe do të mbetet në fuqi deri në rifillimin e operacioneve në aeroport dhe rihapjen e hapësirës ajrore. Masa vlen edhe për qytetarët e Republikës së Kosovës që ndodhen aktualisht në Katar dhe nuk kanë mundësi të largohen përkohësisht nga territori i këtij shteti, thuhet në njoftim. Një burr ka vdekur të hënë në qendrën klinike universitare të Kosovës ku ishte paraqitur për trajtim mjekësor si pasojë disa problemeve shëndetësore. Sipas njoftimit të policisë, viktima ishte duke marrë tretman mjekësor në momentin kur është konstatuar vdekja e tij. Me vendim të prokurorit, trupi i pajet është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Autoritetet kanë bërë të ditur se rasti është duke u hetuar.